Të dashur vëllezër e motra në Krishtin. Shën Dimitri që festojmë sot në kishën e dedikuar Perëndis, por që mban emrin e tij, ne festojmë. Kujtimi i shenjtorit për ne të krishterët është një kujtim i drejt për drejt edhe i Perëndis. Lavdërim shenjtorit, lavdërim Perëndis. Shenjtori Dimitër është shumë i dashur në Mitropolinë e Beratit edhe në gjithë Shqipërinë, por edhe në gjithë botën ortodokse. Kaq i madh është sepse është dhe shumë çuditëbërës, mrekullibërës. Shenjtori Dimitër është dyer shembull për ne, si besimtar, por edhe si udhëheqës. Ai ishte një njeri ushtarak, romak, i lindur në Selanik në shekullin e 4. U bëj krishter dhe virtytet e nxitën që të drejtonte dhe rininë e krishter të qytetit. Vështirësitë dhe detyrimi perandorak për mohimin nuk e mposhtën. Nuk e mposhtën sepse ai kishte një besim shumë të fortë. Madje ai nuk e ndryshoi jo vetëm besimin, por nuk u përkul edhe në tortura të ndryshme. Nuk ndryshoi as mënyrën e jetesës së tij, por e fuqizoi dhe mbështeti veten e tij, por edhe të rinjt për qark që të vazhdonin në Krishtin, pavarësisht persekutimit që kishte nisur. Karakteristika të Shën Dimitrit, pra, si thash, janë dy kryesore, të paktën kjo që doja të ju transmetoja, si besimtar, po dhe si udhëheqës i të rinjve. Në fillim, pra, ai ishte besimtar. Ai pranoi dhe besoi Perëndin. E pranoi dhe si zbulesë hyjnore, që kulmoi me Krishtin dhe Krishti në vazhdim e drejtoi në shpëtimin dhe bashkimin me të. Por ai gjithashtu e themeloi jetën e tij në këtë besim, tek fuqia dhe besimi përtej asajt njerëzores. U formua dhe ju përgjigj thirrjes së Perëndis për t'u shenjtëruar. U bashkua me të me anë të Krishtit. U bë mik dhe shok i Krishtit. U bë bashkëpunëtor i Krishtit. Në udhëzimin dhe drejtimin e shumë njerëzve që vinin apo që kishte për qark për shpëtimin e tyre. Por gjithashtu ai dëshmoi për ditë me ndërgjegje të krishterë dhe pohonte për ditë në jetën e tij të re, si me veten, me ndërgjegjen e tij, por edhe përpara tjerëve. Dhe në fund ai ngriti kryqin e tij, ndonse me shumë vështirësi dhe martirizim në burg, dhe në fund me vdekjen duke vrarë atë me shtiza. Karakteristika tjetër që është mjaft tërheqëse dhe nxitëse edhe për ne sot, është që ai ishte udhëheqës. Udhëheqës i të rinjve të qytetit. Si udhëheqës i të rinjve, ai bëri që të rinjt jo vetë të mbështeteshin tek Dimitri, por edhe të udhëhiqeshin prej tij në jetën e krishterë. Ai e kishte themeluar jo vetëm veten e tij në fuqinë dhe besimin, siç thash, por kishte edhe autoritet përpara tyre. Ai dinte se çfarë besonte për veten e tij, por dinte gjithashtu dhe çfarë t'i transmetonte atyre. Dinte ku shkonte, po dinte edhe t'i tërhiqte të rinjt drejt shenjtërimit. Ishte i sigurt që do të arrinte në atë destinacion që ai kishte nisur, por përsëri shumë i sigurt që ku do t'i çonte pra këta të rinj që i shkonin pas. Ishte një i ri me cilësi shpirtërore. Ishte një udhëheqës pra edhe shpirtëror. Kishte një marrëdhënie të fortë me Perëndin vetë, por gjithashtu bënte edhe një jetë shpirtërore dhe udhëhiqte shpirtërisht këta të rinj. Gjithashtu e cilësoni edhe si një udhëheqës me plot sakrifica. Ndoq modelin e Krishtit,
dhe dha veten e tij për këtë jetë, për jetën në Krishtin. Por edhe të rinjt, shumë të frymëzuar, dhe një prej tyre edhe Nestori. Sepse nga kjo dashuri që ai kishte për Perëndin dhe për të rinjt për qark, jo vetëm që i jepnin kuptim këtyre të rinjve, por gjithashtu i udhëhoqi këta të rinj për të kuptuar që kjo botë jo vetëm që është kalimtare, por është edhe një botë e kapur nga mëkati dhe po i drejtonte drejt virtyteve. Dhe Shën Dimitri tashmë u paraqit si një fryt dhe prodhim i fuqisë Perëndis dhe prezencës Perëndis. Aty shikojmë veprën dhe hirin transformues të Shpirtit të Shenjtë. U bë model jetese e krishterë. Kisha ne na inkurajon sot të gjithë besimtarëve, jo vetëm të rinjve, që besojmë me të njëjtin besim që kishte edhe ai. Është një karakteristikë për ne të krishterët që besimi ynë nuk e krijuar tani nga ne. Nuk është thjesht që e morën thjesht nga etrit për pak përpara ata që na lindën apo na edukuan. Është një besim që transmetohet ndër shekuj. Kisha ne na jep shpresë dhe na siguron gjithashtu se ne do të numërohemi bashkë me shoqërinë e shenjtorëve. Ne jetojmë në shekullin e 21, por jemi pjesëtar dhe antar të kishës që ka filluar në shekuj. Nuk po e fillojmë para besimit tani, ne po vazhdojmë besimin për këtë që ne jemi këtu, në këtë shekull. Prandaj festa e këtij shenjtori, por dhe çdo shenjtori që ne kremtojmë në kishën ortodokse, është festa e ne të gjithëve. Është festa jonë sepse nuk jemi më të huaj as të jashtëm, por bashkëqytetar me shenjtorët, na thot apostull Pavli. Ne jemi njerëz të shtëpisë Perëndis, bashkë me ata që ishin përpara nesh në shekull. Ne jemi bashkë trashëgimtarët e të mirëve të mbretërisë Perëndis, bashkë me ata që ishin përpara nesh dhe shekuj përpara. Pra, ne gjendemi përpara një ushtrie shumë të madhe, shenjtorësh ndër shekuj. Ne po përpiqemi të krijojmë gjithashtu sot një ndërgjegje që Krishti duhet të jetë në jetën dhe në zemrën tonë. Një ndërgjegje e krishterë, sipas atyre që ne na ka mësuar pra vetë Krishti. Një ndërgjegje e krishterë duke u pozicionuar dhe kundër negativitetit që mund të jetë për qark nesh. Negativitetit që ndoshta edhe reklamohet nga bota, nga shoqëri të ndryshme. Negativitetit të një jete jo të mirë. Megjithatë, ne po përpiqemi. Ne në këtë përpjekje kemi shumë shembuj, kemi shumë modele. Dhe një prej tyre është dhe Shën Dimitri. Kjo përpjekje do të japë fryt, sepse ne e thërrasim Shpirtin e Shenjtë në jetën tonë. Jo vetëm që e thërrasim, po përpiqemi ta formatojmë jetën tonë sipas Shpirtit të Shenjtë. Pra Shën Dimitri jo vetëm që është një shembull i mirë, por është një mënyrë mendimi i mirë. Është dhe një orientim i mirë dhe një mënyrë jetese e saktë. Kështu të dashur vëllezër e motra në Krishtin. Shën Dimitri jo vetëm që nderohet, por dhe mbetet si një ndërmjetues për ne. Le ta kujtojmë pra Shën Dimitrin në lutjet tona që ai të ndërmjetoj për ne. Shën Dimitri bashkë me Shën Nestorin, një nxënës, një të ri që ishte në grupin e të rinjve të Selanikut, janë modele edhe për të rinjt sot. Mes nesh kemi edhe mjaft të rinj nga jo vetëm nga qyteti jon, por edhe nga qyteti i Fierit. Ishte një aktivitet i përbashkët sot, që ishte planifikuar midis dy rinive, grupeve të rinjve, pra
Beratit dhe Fierit, për të qenë edhe në këtë mbrëmësore të shenjtë të kujtimit të Shën Dimitrit. Ata sot u lidhën më tepër, jetuan as një pelegrinazh si vëllezër dhe motra në Krishtin dhe mendoj që me një ditë të frytshme, por edhe me një lloj kurorëzimi me lutjet e sotme të mbrëmësores, do të mbushen dhe të mbajnë këtë shenjtor si shenjtorin e tyre, shenjtorin e të rinjve, shenjtorin që t'i udhëzoj në jetën e tyre të përditshme. Dhe këtyre të rinjve i kujtoj që Shën Dimitri nuk ishte vetëm thjesht një i krishteri i mirë, por dhe ju përgjigj thirrjes Perëndis. Ju përgjigj thirrjes Perëndis edhe si udhëheqës i të rinjve. Kështu ju të dashur të rinj, motra dhe vëllezër në Krishtin, jeni të ftuar që të udhëhiqni edhe të tjerë, por duke bërë një jetë të krishterë fillimisht dhe duke udhëhequr edhe të tjerët. Dhe pse jo, kisha ka nevojë për ju. Ka nevojë për ju që t'i bashkojni plejadës të klerikëve dhe të merrni përgjegjësi në jetën shenjtëruese të kishës, që iniciohet dhe udhëhiqet nga klerik dhe bashkë me popullin ecin në rrugën e shenjtërimit. Na qoftë ndihmë dita e sotme, shenjtori Shën Dimitër ndërmjetoft për ne dhe të gjithë sa jemi këtu, përveç kësaj moshe të re, le ta kemi këtë shenjtor si një nxitës edhe për fëmijët tanë, nipërit dhe besator, por edhe për ne në moshë të ndryshme, le të jetë një ndërmjetues i fuqishëm dhe frytë dhënës në jetën tonë me Zotin.